Non, ajde merrem edhe mua atje në qiell, se unë ka mon molli me të përgjafu, edhe mutrat unë ka mon molli me i po. Unë nesëm për në fshat, po sa vretëm atje rrugës, posh njerëz të vrosh, shtëpia të djegura. Ka frika me zën të gjume, nëna me mbulej me një batanie, sepse kisha të ftohtë. Me kishë zërgjume, unë e fjetër në batanie, serbët kishin hyrë në fshat. Kishin djegur shtëpit, kishin pas marrë nënën dhe mutrat. Kur u zova ndëgjova, vetë për shferimat e dikujt, që thoshte: Tone, koka dhe fmitu. Koka gjohë. Por sa hapa syt, pash që ata ishin uqeka. Unë kam shtu engjët, Kush janë angjëjt, Samër? janë uqekëja. Po, shpirt, hoqë. Aty mora vesh që më kishin vrarë serbët, nanën dhe dy mutra. Babon ma kishin pas vrarë më heret, por unë se kam ditur. Me të vërtet mua me kishin shpëtu engjëjt. Ata engjëj ishin uqeka. Me dërguante popullata në male, atje unë kërkoja me sy nënën dhe mutran. Babon më nuk e kisha. Isha vesh një time pa bab, pa non, pa mutër. Pa prit mas njëri aty më ofroi pak bukë. Dhe më tha: shko të nëna jote. E unë vetë me vete thash si kur të unë shkoja atje në qiell të nëna dhe mutra. Mora bukën në dorë, por e kot për me ngrënë, sepse se mu kujtua të gjithë ato që ju tregova juve. Unë si jetime e luftës, ju them mos na paragjikoni, me duani edhe mua, se familja ime u fliua, për lirin që ti sot e gëzon lavdi për të gjithë ata që ronë për lirin e Kosovës. Mallkuar që u fshe ata që njollosin ushtrinë qëllimtare të Kosovës.